Kemi propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik pronat e palyshme sa të prekin nga realizimi i projektit rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale R118, segmenti brenda fshatit Mushtisht. Ky vendim është një hap konkret drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe lidhjes së komunës së Suarejkës me atë të Shtrupcës, duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm, lëvizshmërinë dhe rritjen ekonomike. Edhe njëherë fjala për ushtruesin e detyrës ministrit, Hysen Durmishi. Faleminderit. Departamenti i Shpronësimit, pas miratimit të vendimit numër 10 për 269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me ligjin për shpronësim të pronës së palojshme dhe propozon që Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilët preken nga realizimi i projektit rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale R118, segmenti brenda fshatit Mushtisht, zona kadastrale Mushtisht, komuna e Suarejkës. Tabelat janë bashkangjitur këtij vendimi, prandaj ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit. Nëse nuk e don fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.